Përshëndetje miq të faqes, ju që na ndiqni rregullisht. Në këtë video sot do të tregojmë 3 histori të shkurtra dhe tepër domethënëse. Ju ftojmë që ta ndiqni videon. Besoj se do t'ju pëlqejë. Një herë një udhëtar po udhëtonte në shkretëtir me deven e tij. Pas një rruge tepër të gjatë, vendosi të pushonte pak. Zbriti nga deveja dhe filloi të ngrente çadrën e tij. U shtri për të marrë një sy gjumë. Rruga që do të bënte ishte akoma e gjatë, kështu që duhej të pushonte. Por sapo e kishte zënë gjumi, dëgjon një zë. Zotëri, ata fus pak hundën se bën vap. Ishte zëri i deves. Ai ishte zemërgjër dhe i thotë: "Patjetër, fute." Por nuk kaluan disa minuta dhe deveja thotë: "Hunda është mirë, do doja të fusja edhe kokën." "Mirë," i thot burri. Dhe deveja fut kokën dhe këmbën e përparme. Burri tentoi të flinte, por përsëri një zë. "Zotëri, a të fute me gjitha, të pushoj pak, është vap jashtë." Burri ishte shumë zemërgjër dhe i tha një po tjetër. Ndërkohë, deveja u fut brenda në tendë dhe zuri gjithë hapësirën e tendës. Burrit i mbeti vetëm pak vend në qoshet të tendës. Deveja i tha: "Tani që jemi dy veta nuk na nxe më, është mirë që ti të dalësh jashtë." Burri mbeti i habitur dhe i dëbuar nga çadra që kishte ngritur me duart e tij. Mesazhi i kësaj historie është që ti duhet të vendosësh kufi. Nuk duhet i lejosh të tjerët të shkelin pak nga pak hapësirën tënde. Një ditë mund të humbasësh gjithçka, ndonjëherë një po e vogël nga mëshira apo nga frika për të mos thënë jo mund të çojë në humbje të mëdha. Respekti për veten fillon me vendosjen e kufive të qartë. Historia e luanëve dhe e kopshtit zoologjik. Një biznesmen i njohur vendosi të investojë në një kopër zoologjik. Ai mendoi të merrte kafshët më të forta të botës, luanët, tigrat e të tjerë dhe t'i vendoste aty. Mendoi se do të ishte një atraksion i madh turistik. Vendosi biletën $100. Mirë po asnjë nuk erdhi. Pas disa ditësh vendosi ta ul pak biletën dhe e bëri $80, po përsëri asnjë nuk po vinte në kopësht. Atëherë tha do ta ul në $30. Njerëzit afroheshin por nuk hynin brenda. Ai mendoi, do ta bëj falas. Dhe sapo e bëri këtë, një dyndje e madhe njerëzish mbushi kopshtin zoologjik. Kopshti zoologjik u gjallërua. Ulërima, britma, gëzimi, habije dëgjoheshin në kopësht. Të gjithë ishin të përqendruar tek luanët. Ndërkohë, ai vendosi të mbyllte derën e jashtme dhe me artopolan filloi të bërtasë. Tani do të lëshoj luanët. Kush dëshiron të dalë, $500. Të gjithë paguan dollarë dhe nxituan me vrap nga dalja. Morali i kësaj historie është që asnjëherë mos u gënje nga ofertat e lira. Ndonjëherë ato janë kurth për ty. Aq më shumë kur janë falas. Bëni kujdes. Dhelpra dhe korbi. Në majt të një lisi të vjetër, qëndronte një korb me një copë buke në sqep. Nuk ishte fest, por për korbin ishte tamam për të shuajtur urinë. Ai rrinte aty duke shijuar ushqimin kur papritur shfaqet një dhelpër e dobët e uritur. Syt i ndrinin nga shpresa dhe zëri i saj ishte tepër i ëmbël, më i ëmbël se vetë mjalti. "O korbi mrekullueshëm," tha dhelpra me zë të ngrohtë, "sa nder që të shoh. Thonë se kënga jote është aq e bukur sa dhe pemët përkulen për të dëgjuar. Do të ma bëje nderin të këndoj një melodi për mua?" Por korbi qëndroi heshtur. Ai po e vështronte dhelpërn i qetë, e njihte mirë këtë lojë.
Në mendje i erdhën fjalët e nënës së tij. Biri im, jo kushdo që të buzëqesh të do me të vërtet. Ka nga ata që të ëmbëlsojnë arin me fjalë të bukura, vetëm për të shprehur helmin e tyre, por mos e lejo këtë. Mos e lejo. Mirësia nganjëherë është forca më e madhe që mund të kesh. Dhelpra vazhdoi me lajka. Ajo shpresonte që korbi i kënaqur nga fjalët e saj të hapte sqepin dhe t'i binte buka për dhe, kështu që ajo mund ta rrëmbente. Por korbi bëri diçka krejtësisht të papritur. Me sqep e ndau bukën në 2 pjesë. Fluturoi poshtë duke i lënë një copë bukë dhelprës. Dhelpra mbeti e shtangur, nuk tha asnjë fjalë. Pastaj tha: "Ti po më ushqen? Edhe pse unë doja të mashtroja?" Korbi u përgjigj me qetësi. "Shiko, uria nuk është faj, por gënjeshtra është. Po të më kishe kërkuar sinqerisht, do ta ndaja gjithsesi. Sot nuk po të jap vetë bukë, por dhe një zgjedhje, të kuptosh se e vërteta është një rrugë më fisnike se sa mashtrimi." Dhelpra uli kokën dhe hëngri ngadalë. Për herë të parë shijoi diçka që ishte më shumë se një ushqim. Shijoi një mësim. E di, në jetë do të takoni njerëz që përdorin fjalë të ëmbla për të marrë atë që duan, por jo gjithmonë janë të sinqertë. Njeriu i mençur nuk mjaftohet me njohjen e mashtrimit. Ai zgjedh të përgjigjet me forcë dhe me zemër të hapur. Të jesh i sjellshëm nuk do të thotë të jesh naiv, do të thotë të kesh guximin për të zgjedhur të mirën, edhe kur do të ishte më e lehtë të hakmerresh. E vërteta nuk është gjithmonë rruga më e shkurtër, por ajo që të çon më larg. Të nderuar miq, nëse ju kanë pëlqyer këto histori të shkurtra dhe me moral, mund t'i shpërndani në këtë mënyrë, jepni suport dhe për kanalin ton. Do të takojmë në histori të tjera më interesante. Faleminderit për kohën tuaj.